Tani, duke ardhur tek partia dhe tek alternativa dhe tek çfarë duhet u japim ne shqiptarëve në këto zgjedhje, është shumë e thjeshtë për mua. Në këto zgjedhje, ne duhet u japim shqiptarëve partinë më të vjetër në eksperiencë dhe partinë më të re në energji. Nuk ka parti të reja që mund të bëjnë 100-ën e asaj që bëjmë dhe mund të bëjmë ne si një forcë e re. Sepse nuk mjafton të kesh një altoparlant edhe vetëm të shash dhe të denigrosh dhe të protestosh duke u bazuar tek gjysmë të vërtetat që në thelb janë gënjeshtat më të mëdha, për të marrë përgjegjësi qeverisëse. Sot që mund ta shoh këtë nga eksperienca e gjithë këtyre viteve, them me vete çfarë kurajoje e pa imagjinueshme të jesh pa eksperiencë dhe të duash të udhëheqësh vendin, kur kujtoj veten time shumë vite përpara sa të bëhesha kryeminist. Kështu që sot ne kemi një eksperiencë që nuk e ka asnjë parti politike, që është gjëja që quhet garanci. Dhe sot ne kemi një kapacitet në territor për t'i dhënë shqiptarëve mundësinë të zgjedhin një parti të re, më të ren e të gjitha trejave që janë në territor. Edhe numerikisht, kjo është shumë e thjeshtë. Duke votuar një parti tjetër, sigur të bjeri zari 3 herë te 6, mund të kapësh një deputet të ri. Duke votuar këtë parti, mund të përfaqësosh nga një forcë me shumë deputet të ri dhe të reja. Kjo është shumë. Dhe ndërkohë, duke i dhënë vetes kapacitet të ri përfaqësues në parlament, i jep vetes po ashtu mundësinë që të kesh një qeveri të përforcuar me eksperiencë. Janë të dyja gjërat bashkë. Tani ne kemi bërë një proces për këtë, qoftë në raport me jashtë perimetrit partisë, qoftë brenda perimetrit partisë. Qysh se kanë mbaruar zgjedhjet, sepse ata që nuk kuptojnë, ose s'duan ta kuptojnë, po mund të them që dhe nuk e kuptojnë dhe nuk ju vë faj, si fitojmë ne, dhe pastaj janë veshin fitoret tona fantazive të tyre që tregojnë që në fakt ata kanë bërë të njëjtën gjë ose do bënin të njëjtën gjë po të ishin në vendin tonë. Pra do vidhnin, do blinin, do përdornin botën e errët e tjerë, se këto janë gjëra me të cilat ne jemi përballur. Dhe e dim shumë mirë se kush i ka bërë. Nuk kanë për ta marrë vesh. Ndërkohë që ne qysh mbas zgjedhjeve të shkuara kemi filluar punën për këto zgjedhje. Ndërkohë që ne kemi bërë një organizim tërësor të Partisë Socialiste. Kemi bërë një riregjistrim tërësor të Partisë Socialiste. Dhe nga ana tjetër kemi hapur një proces me pjesën e re të shoqërisë, të cilës i kemi ofruar platformën e deputetit që duam. Dhe nga diskutimet e bëra me drejtuesit politik, unë shoh me shumë kënaqësi që një numër jo i vogël i atyre që kanë hyrë përmes asaj platforme, që
në rastet tjera, basës do ishte ardhur kur dita që ti konsideronte dikush si deputet mundshëm të Partisë Socialiste, do jenë në skuadrën tonë të 11 maj. Të reja dhe të rinj, me vlera, me energji, dhe pa diskutim me një ndryshim shumë të madh nga çdo kusht tjetër që në emër të SRS i thot shqiptarëve mos i votoni këto partitë e vjetra. Me kapacitetin që përveç të res që përfaqësojnë dhe mishërojnë, të kenë dhe forcën për t'i vënë në jetë ato gjëra që duan të vënë në jetë, se për të marrë vota kot që në fund të ditës mos vësh asgjë në jetë se nuk të vjen radha të vendosësh gjë, është aftësi nëse i merë, po është budallëk nga ana e atyre që t'i japin. Tani, nuk kemi akoma përmbyllur të gjithë procesin, që natyrisht do të përmbyllet në kryesinë e Partisë Socialiste, por ajo që dua të ndaj me ju është e para cili do dhe cila do për jush që nuk pranon të jetë në listën e hapur, duhet ja bëj me dije drejtuesit ose drejtuesës politike. Parimi themelor i listës së re do të jetë asnjë deputet në gjininë mashkullore që ka marrë qoftë një mandat nga Partia Socialiste nuk do jetë në listën e mbyllur.